ma tepër, nga sistemet e tyre të jashtëzakonisht efikase, sidomos ato që kanë bëjnë me përcjelljen e inteligjencës satellitore, ka qenë ndihmëse e madhe për ukrainasit, po dhe për armatimin, mund të them HIMARS-i amerikan dhe ATACMS-i kanë qenë, mund të them, pika kyçe për të konsoliduar vijat e frontit dhe goditjen për brenda Federatës Ruse. Por evropianët kuptohet që dëshirojnë të jenë akter, dëshirojnë që të jenë pjesë politike e marrëveshjes, dëshirojnë që të pyeten edhe nga rusët edhe nga amerikanët, por në aspektin e logjistikës mendoj që ata janë duke vazhduar dhe duke konsultuar. Tash kemi takimin edhe të ambasadorëve të kryediplomatëve të vendeve anëtare të NATO-s, që do të bëhet. Pastaj kemi takimet mund të them edhe të diplomatëve të vendeve evropiane në Spanjë, që do thotë kanë arritur konsenzusin që ndihma për Ukrainën të jetë në kontinuitet. Mirë po, a do të ketë efekt në ndaljen dhe arritjen e një paqe? Kjo është pyetja. Evropianët dëshirojnë që të jenë pjesë e tavolinës dhe në këtë drejtim mendoj që kemi një zbeje, mund të them, edhe të asaj euforisë së pritjes për arritjen e arpushimit, përse kemi një arpushim të pjesë që vlen për detin e zi, mund të them. Mirë po taktikisht dhe strategjikisht është favorizuese për Rusinë, sepse ura e Kerçit që lidh Krimen me pjesën tjetër ruse, aneksimi fatkeqësisht i 2014-s, tregon që ukrainasit kanë qenë të gatshëm të godasin dhe të shkatrojnë këtë urë, dhe në këtë drejtim tashti kemi arrit këtë arpushim në detin e zi që kemi do thotë kështu një përvjedhje dhe mund të them një lehtësim për rusët. Mirë po evropianët, ta përfundojmë me këtë, kanë potencialin e tyre financiar të ndihmojnë Ukrainën, mirë po jo ta zgjedhin problemin e Ukrainës. Këto gjëra duhet t'i dallojmë, sepse kemë bëjmë fatkeqësisht me një fuqi siç është Rusia, që ka potencial jashtëzakonisht të madh. E qartë, mirë zoti Bilali, për ta mbyllur sepse jemi në fund, a mund ta shohim pra këtë për alarmërim për një ofensivë të madhe ruse, apo një përpjekje le të themi për të mbajtur edhe nën kontroll opinionin publik, por edhe kundërshtarët e brendshëm? Mendoj që Rusia paralel atë formën e ministrit, atë fjalinë e ministrit polak, zbulimin përmes tavolinës, në aspektin mund të them diplomatik, ka arritur që të krijoj, mund të them, një afri, një komunikim me palën amerikane. Dhe për ta ka qenë kjo rëndësishme. Në vijën e frontit, rusët mendojnë që edhe mobilizimi, mirë po edhe gjithë arsenali tyre dhe strategjia tyre për të goditur, sidomos ka disa përparime të lehta në pjesën e Zaporozhit, në regionin me 1-2 fshatra, pastaj kemi vijën e Donbasit, ku fronti dhe luftohet që Donbasi të hyjë komplet si region në nëmbreu, sepse nuk e ka të pushtuar plotësisht. Dhe në këtë drejtim pasaj pjesa Kupianskit, Harkivit, por kemi goditje edhe në regionin e Sumit, në pjesën veriore të Cepit, ku nga aty ukrainasit kanë kryer mund të them depërtimin e tyre në regionin brenda Rusisë, në një pjesë të regionit të Kursk. Por ajo çështje do thotë ka përfunduar, do thotë kemi tërheqjet e trupave ukrainase dhe goditjet e tyre që kanë ndodhur para disa ditëve, dhe tashti rusët do thotë vijën e tyre strategjike, mund të them militariste, në vijat e frontit e kanë nga Kupianski deri në Mykolajev, ku dëshirojnë që këtë vit ta mbrojnë, mirë po me ndryshimet dhe ajo që mund të rrjedh në të ardhmen mund të tentojnë që të kalojnë deri te Dnjepropetrovski, që është, mund të them, qëllimi rusëve që këtë pjesë, por edhe Odesën mos ta harrojmë që mundet me qenë rrezikore, po që se evoluon konflikti dhe lufta merr dimensione më të gjera. Mendoj që në këtë drejtim agresioni dhe pushtimi rus në Ukrainë tregon që stabiliteti dhe siguria në Evropë momentalisht është jashtëzakonisht e rrezikuar dhe duhet të tentohet
që në të ardhmen evropianët sa e punë kryet në një kohë të shkurtër të krijojnë të kenë forca të tyre evropiane, me qenë se edhe shumë politikanë në perëndim flasin, po edhe përfaqësues të Unionit Evropian, flasin që mund të ketë goditje, sikur që është plani gjerman, për përgatitjen plani operacional Gjermania, 1000 faq që ka filluar, mund të them me mujtë të tërë, një përgatitje jashtëzakonisht efikase në teren, sidomos në 3 landet lindore, në Saksen, Turingen dhe Saksen-Anhalt, ku do thot janë pjesë të cilat mund të jetë, mund të them, aja goditja parë që mundet të vijen nesër dhe nga një përshkallëzim, mund të them, i konfliktit. Mirë po, në Ukrainë është, mund të them, ai bedemi mori që mbrohet Evropa dhe evropianët janë të interesuar që të kenë një Ukrainë unike, por kjo më duket që realisht është e pamundshme. E qartë. Mirë, Zot Bilali, kemi arritur në fund. Faleminderit shumë për gjithë informacionet. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia është imja. Ju falenderoj dhe ju të nderuar televizionistë për vëmendjen, bashkëmi sërish nesër me tjera tema.